09 zero para. Këto kanë qenë disa nga fjalët e Donald Trump në një kërcënim të tij të fundit për Kubën. Sipas presidentit amerikan, Kuba jetoi për shumë vite me sasi të mëdha nafte dhe para nga Venezuela, dhe kjo nuk do të vazhdojë më. Kështu, presidenti amerikan ka vazhduar me një ultimatum për këtë vend. Ai theksoi se ishulli duhet të arrijë një marrëveshje me SBA-n para se të jetë tepër vonë. Kujtojmë se Venezuela, furnizuesi kryesor i naftës për Kubën, ka ndalur eksportet pas arrestimit të presidentit Nicolas Maduro. Bëhet fjalë për një vend që thuhet se mbulonte rreth 50% të nevojave energjetike të Kubës, dhe sigurisht ka ardhur reagimi i Kubës. Sipas presidentit të saj, Kuba është një komb i lirë, i pavarur dhe sovran, dhe siç ka shtuar ai, ishulli i Karaibeve është gati të mbrojë atë dheun deri në pikën e fundit të gjakut. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.